din që mund ta bëjnë këtë gjë, por siç po shohim kërkush nuk dëshiron me bë këtë. Për shkak se të gjitha partive, domethënë edhe vetëvendosës, por edhe partive opozitore. Edhe partive opozitore, veç të elaboroj që kjo është veç një zgjidhje. Ja ka citë Albulenën, për çfarë s'po bën? Nuk ju konvenon për shkak se edhe nuk besoj që do t'ju konvenoj të paktën edhe një 2 javë ose 4 javë. Për shkak se ata po dëshirojnë me topit trurin e votuesit. Për shkak se nëse me njerë mas zgjedhjeve, ne kemi pas me njerë deklarime, si me thonë, është vrejt masa duke full, kush duhet me kënë me bo koalicion. Të me thonë, elektorati i VV-s është vrejt që nuk dëshiron me PDK-n. Po as me LDK-n, dorën zemër. Elektorati... Me LDK-n e thot pak, e thot më shumë, insiston kur ti thot me LDK-n? Po, masanej po jo në fillim. Edhe elektorati i PDK-s vlonte, jo me VV-n, edhe i LDK-s ashtu, edhe krejt që ka po bojnë partit. Duke fillu pejt parës dete e fundit, dete e treta, në këtë rast, jo të tjerat, janë duke pritur që ky entuziazëm të ullet të njerëz. Njerëz të lodhen edhe thonë bëni veç ç'a të bëni, veç bëni diçka. Kjo ka ndodhur me disa procese të rëndësishme, nëse e kuptojmë na, politike, kanë pritur zhagit derisa njerëz kanë thonë le të jetë si të jetë veç kalone, hek në këtë temë, edhe besoj që nuk do të përfundoj kjo çështje para më së paku 2 javë e mbase edhe 1 muaj e gjysmë. Po zgjedhje nuk besoj se do të ketë, nuk i konvenon askujt. Lejo pak ta shpalos një informacion të brendshëm. Okej, a mund të vesh me thonë edhe diçka? Jo, tek kjo zgjedhje do të them se ti përgjithson bre kushtrim shkumbini pe përgjithson motivin informacioni i brendshëm që desha të them është se subjekti politik më i madh në vend, lëvizja vetëvendosje është duke u bërë gati për zgjedhje. Dhe kjo është pa ekuivoke në gjitha partitë bëhen gati për zgjedhje, por ajo nuk është. Do është me thonë që